Trajner Flamur, ju keni mri shumë këtë herë se herën e kalune. Kjo është vitin e ardhshëm mundeni me kafe dhe finalen. Realisht po, na po thon prapë na shku pak në far synimi, në far s'po di kanë japi thon një ambicie e mi dhe jona që po tentojnë me tentu me marr kupa, po kupton? Normal fëmijët kënaqen, po fëmia kënaqen më shumë kur fitojnë. Absolutisht është normal. Ti e kom me prezente ka pas edhe lot gëzimi, edhe lot idhënimi, edhe tulifar loti kon atje, që neve na kanë se kanë janë na trajner bëmë na si fëmia. Na bim nivelin e tyre se na jem bashkë me ta të kohën, edhe emocionet e kon te krejt lojtarët. Edhe kur kanë humbë gjysmë finale, ka pas lojtë të fitues, ti e kanë të prezant kur shkuam gjysmë finale, kanë fare emocione jashtëzakonshëm. Kur u takuam bash, domethënë emocionet këta i kalojnë me pjesëmarrje. Domethënë tu rrit mosha, se shumica këtyre fëmijëve në kanë në 2024, tash sikur jolli redoni veç pe shfaqin nashta për vojën e të parës, që në dytën në kom thonë na kanë dhënë mësim. Edhe realisht na ka dhënë rezultat, se herën e parë na shku më duket deri para rundit çerek finales që na humb. Po në gjithë finale hupëm detajet, lojtë i bëjnë detajet. Absolutisht. Për detaje kanë aty prezant detajet na kena pas mundësi, s'po them kështu veç pa modësi, them që na kanë shumë më sekondështare, po penalltit që kanë njerë, nuk e kena na trajnera joystick-in dur, e me vendos kam me gjuhë. Se emocionet si na kontrollon kërkojnë. Jam ta fëmijë të paktën emocionet i menaxhojnë në çat formën që e zgjedhin këta vet. Po.